Në qoftë se përdorni paracetamol, duhet ta dini këtë me patjetër. Paracetamoli është një qetësues i njohur kundër dhimbjeve dhe është në dispozicion në shumë kombinime. Përdoret për të ulur temperaturën dhe për të lehtësuar simptomat e ftohjes dhe të gripit. Megjithatë, duhet jeni të kujdesshëm sepse një studim i ri tregoi se konsumi i tepërt i paracetamolit mund të jetë fatal për funksionet e mëlçisë. Gjithashtu, një studim nga ullëntuesit e Universitetit të Edimburgut dhe Oslos, si dhe Shërbimi Kombëtar Skocez për transfuzionin e gjakut, tregoi se analgjezikët shkaktojnë dëmtime të mëlçisë në nivelin e cirozës dhe hepatitit. Ata gjetën se përdorimi i tepruar i këtij medikamenti është shkaktari kryesor i inflamacionit akut të mëlçisë në botën perëndimore. Prandaj është e rëndësishme të mos merret pa shkak dhe gjithashtu në sasi të tepërta, pasi si çdo gjë tjetër edhe ky mund të shkaktojë probleme me shëndetin, sidomos edhe në këto raste që mund t'i kanosen shëndetit të mëlçisë.